Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë së bashku me dy varësit e saj, Kreona Arshës, Gendian Gjyli dhe Eral Delezi. Aktualisht drejtori i Keshit u paraqitën sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për verifikimin e masave të sigurisë. Seanca e planifikuar të nisë në orën 9 u shtyi me 2 orë pasi palambrojtëse kërkoi kohë për të njohur me aktet e procesit. Prokurori i SPAK-ut argumentoi gjatë seancës se zëvendës kryeministrja Balluku paraqet rrezik për të mos u paraqitur në gjykatë mund të ndikojë ose të intimidoj dëshmitarët për shkak të pozicionit të saj dhe varësve në institucion, mund të prish provat dhe potencialisht të përsërisë të njëjtën vepër penale për të cilin akuzohet. Nga ana e saj, Balluku u shpreh hapur për hetimet dhe bashkëpunimin me drejtësinë, por kundërshtoi masën e pezullimit duke argumentuar se detyrimet e saj si deputete i qarkut të Fierit e bëjnë të pamundur lënien e detyrës. Masat e arrestit në shtëpi u kundërshtuan gjithashtu nga dy drejtuesit e Kesh dhe Arshës. Në përfundim të seancës, gjykata vlerësoi lishmërinë e masave të sigurisë dhe vendosi mbajtjen e tyre. Për Ballukun kjo do të thotë bllokimi i pasaportës dhe pezullim nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Dy varësit e saj po ashtu mbajnë masat e sigurisë të njëjta. Këto vendime janë marrë pas dyshimeve se Balluku ka përcaktuar fituesin në tendera për tunelin e Llogaras në lotin 4 të Unazës së Madhe, duke ndërhyrë dhe mbikëqyrur të gjitha proceset e zhvillimit të garës, çka ka shkaktuar reagime të forta politike dhe mediatike.